Sot bën 20 vjet nga vdekja e presidentit Ibrahim Rugova. Lideri ton politik është shtetënor intelektual dhe human, arkitekti dhe ndërtuesi të shtetit pavarur dhe sovran të Kosovës, të njohur sot mbi 20 shtete dhe tashmë edhe anëtare shumë organizata dhe institucioneve ndërkombëtare. Presidenti Dr. Ibrahim Rugova, që kur u zot kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, kishte moto: liri, pavarësi, demokraci. Kosova shteti i pavarur dhe sovran. Kosova në Bashkimin Evropian dhe në NATO, paraprakisht me një administrim civil dhe ushtarak ndërkombëtar, shqiptarët e bashkuar në Evropën e bashkuar. Të dashur pjesëmarrës, projekti dhe platforma politike Dr. Ibrahim Rugovës ishte unike në Kosovë dhe më gjerë, pasi bazohen kuptimin e dinamikës së ndryshimeve në arkitekturën ndërkombëtare në periudhën e rënies së murit të Berlinit, të përfundimit të luftës së ftoftë, triumfit të demokracisë, por dhe të procesit të shkatërrimit Jugosllavisë dhe të luftrave të Serbisë për të pastruar popull jo serb nga vendet e tyre. Rasti i Kosovës nuk u zgjodh në skenën ndërkombëtare dhe vetëm nga komuniteti ndërkombëtar, por ai fitoi rëndësi përmes veprimeve të brendshme mendepjesësisë dhe pragmatizmit në mënyrë graduale për një dekadë bazuar në rezistencën aktive paqësore të përhershme të shqiptarëve kundër okupimit serb. Platforma për liri dhe pavarësi u përqendruar në vizionin e të kuptuarit të drejtë të dinamikave globale dhe për të integruar ato në hapat, situatat dhe proceset në Kosovë. Rrjedhimisht, platforma e presidentit Rugova, kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës që nga viti 89 dhe pastaj presidenti i Republikës Kosovës bazohen veprime proaktive dhe jo reaktive dhe në funksionalizimin kreativ të vlerave qytetare dhe nacionale. Kjo e bazuar në një kuptim dhe harmonizim të thellë të potencialit dhe idesë të shqiptarëve brenda dhe jashtë Kosovës dhe të rrjedhave dhe proceseve aktuale ndërkombëtare. Ndër shtyllat kryesore të vizionit të tij për shtetëformim ishte krijimi i bashkëpunimit ndërkombëtar me personalitete dhe institucione dhe qeveri. Ai vuri në krye të politikës ndërkombëtare të Kosovës miqësinë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Evropën, miqësinë të përhershme me Shtetet e Bashkuara siç e përsëriste zakonisht, urtia dhe vërteta që thoshte ku do krijojë mirëbezim e respekt, i hapi Kosovës portat për të dëgjuar dhe rritur zëri i saj mbres lans për liri, pavarësi dhe demokraci. Lideri historik i kësaj lëvizje dhe i shqiptarëve të Kosovës, Dr. Ibrahim Rugova, ishte një intelektual kritik, tolerant dhe paqësor, që idetë nacionale për liri arriti të mbillte jo vetëm në popullin e Kosovës, por të shtrinte edhe në opinionet dhe institucionet ndërkombëtare. Prandaj filozofia e tij paqësore u pranua dhe gëzon aq shumë respekt në të katër anët e globit. Urtia e tij ishte frymëzuese. Me platformë të fuqishme politike me moton liri, pavarësi, demokraci, shqiptarët sakrifikuan shumë, por dhe bën një organizim të jashtëzakonshëm përmes solidaritetit kombëtar brenda dhe jashtë vendit, dhanë shembullin se kur ka një mobilizim të madh etik, kombëtar dhe politik, një proces sado që të jetë i vështirë dhe në rrethana terrori shtetëror mund të japë rezultate të mëdha, të krijojë një shtet që do të pranohet gjithësisht nga bashkia ndërkombëtare. Pjesëmarrës të nderuar, vendimet juridike kushtetuese të ndërtimit të shtetit prirë nga presidenti Rugova ishin të kujdesshme, por të vendosura. Po përmend se Kuvendi i Republikës Kosovës në vitet 90 përgatiti projekt kushtetutën e Republikës Kosovës dhe me 7 shtator të 90-s në Kaçanik shpalli kushtetutën e Republikës Kosovës. Sipas këtij akti, Republika e Kosovës është shtet qytetarëve të barabartë. Në shtator të vitit 90 miratoi rezolutën për Kosovën shtet të pavarur dhe sovran dhe bazuar në këtë rezolut mori vendimin që të mbahet referendumi për pavarësi. Referendumi u mbajt me 26 dhe 30 shtator të 91-shit. Të drejtë vote kishin 1.051.357 qytetar, votuan 914.802 veta, apo 87% e tërë zgjedhësve. Si një shtys afirmuese konstitucionit shtetëror, që mbajtja zgjedhjeve presidenciale dhe parlamentare të Kosovës, pasoi krijimi i qeverisë Republikës Kosovës,
i qeverive komunale, i sistemeve të pavarura arsimore e edukative, i politikave sociale, shëndetësore, diplomatike dhe të sigurisë, pastaj kulturore, financiare, informative, mediale, sportive e të tjerë. U krijua sistemi i madh politiko-shtetror mbështetur në punën dhe vullnetin e qytetarëve që frymëzoi respektin për lëvizjen për pavarësi edhe shtet në gjithë botën demokratike, kishte vazhdimisht dhunë. Presidenti Rugova kishte filozofinë: Kosova na duhet me njerëz, duhet t'i ruajmë njerëzit. Kudo njeh se ai fliste si burrshtetas, që thoshte atë që duhej dëgjuar me kujdes. Ky respekt dhe vlerësim për sakrificën e madhe u pa në përkrajën bërdimet që i kishte dhënë presidenti Rugova dhe Kosova nga personalitetet dhe institucionet ndërkombëtare. Gjithë kjo u finalizua në fushatën e bombardimeve dhe të ndërhyrjes ushtarake të NATO-s mars qershor 1999. Filozofia e shtetit Kosovës kishte vizion dhe qartësi. Rugova i dha përmbajtjen e plot publike. Ajo ishte e vërteta historike dhe aktuale. Kosova dhe shqiptarët gjeografikisht dhe kulturalisht i takojnë Evropës dhe botës perëndimore. Motoja e presidenti Rugova mbetet shtylla themelore politika ndërkombëtare të Kosovës. Një Kosovë e pavarur dhe demokratike, inkuadruar në Bashkimin Evropian dhe strukturat euroatlantike, në miqësitë përhershme me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, është vullneti dhe do ta qetësoj popullin kjo pjesë e Evropës dhe botës. Është vullneti i gjithë qytetarëve të saj. Të nderuar pjesëmarrës, figura e presidentit Rugova kërkon mbrojtje të vazhdueshme publike, jo si kult personaliteti, por si vlerësim i drejtë historik dhe etik për rolin e tij themelor në ndërtimin e rezistencës paqësore, të subjektivitetit politik të Kosovës dhe të kulturës së dialogut politik. Kjo mbrojtje nënkupton ndalimin e keqpërdorimeve të veprës dhe emrit të tij për përfitime të ngushta politike apo personale që zhveshin trashëgiminë e Rugovës nga dimensioni i saj shtetformues nacional dhe human. Vlerësimi i merituar i figurës së tij duhet të mbështetet në vlerësim të plot, kritik dhe të ndershëm të veprës së tij, jo të instrumentalizimeve momentale. Ky parim duhet vlejë njësoj edhe për personalitetet e tjera historike të Kosovës, respektim, studim dhe mbrojtje nga banalizmi politik, në mënyrë që kujtesa kolektive të mos shndrohet në mjet manipulimi, por në themel të kulturës demokratike dhe përgjegjësisë publike. Vizioni dhe filozofia politike e shtetërore e presidentit Rugova ishin dhe mbeten përherë frymëzuese për ndërtimin e paqes, të tolerancës, të shoqërisë së lidhë dhe demokratike, të shtetit të së drejtës, pa dhunë dhe autoritarizëm, pa korrupsion dhe kriminalitet. Po kështu edhe për ndërtimin e shoqërie moderne me sistem të avancuar arsimor, shëndetësor dhe kulturor, pastaj në ndërtimin e shtetit modern me ndarje të qartë pushteteve, me respekt për dijen dhe për mbi të gjitha, me respekt për të drejtën e qytetarit për qenë i lirë të zgjedhë dhe të zgjidhet. Vepra dhe personaliteti i presidentit Rugova do të na japë përherë frymëzim për të dashur dhe për të punuar për popullin dhe shtetin tonë. Lavdi e përhershme kujtimit presidentit tonë historik Dr. Ibrahim Rugova. Fal na Zot urtinë e tij. Ju faleminderit. Faleminderit President Sejdiu. Do të provoj të lexoj shpejt që të jem i shkurt, sepse edhe presidenti thonte në takim me të ujë, nëse për 5 minuta nuk i thua ato që ka mendon, pjesa tjetër ishte e padobishme. Mos gabonit mendoni se Rugova ishte njeri i butë. Jo, ai kishte një qasje shumë agresive kundër skeqes dhe të padrejtës. Dietari kishte rrezatim profetik në moment të rëmbente, fliste pak, fliste shkurt, fliste thjesht, sakt, kuptueshëm dhe shumë thellë. E nderuara familje Rugova në krye me zonën e parë historike Fan Rugova. E nderuar presidente e Kosovës, Këllësia juaj zonja Vjosa Osmani, i nderuar president Sejdiu. Të nderuar të pranishëm. Doktori i fjalëve, si që qunte ai vetën, kishte një emër domethënës, Ibrahim,
ose Brahim, si që quante nëna e tij, Lokja e Madhe Sofa, dhe një mbiemër për lakmi, Rugova. Sa mirë tingëllonte ky emër dhe ky mbiemër kur shqiptohej nga të huajt në Paris, Bruxelles, Bonn, Oslo, Rom, Vatikan, Lisbon, Madrid, Bern, Sofje, Shkup, Beograd, Ankara, Zagreb, Ljubljana e tjera. Ai ishte i vetëdijshëm që me misionin e tij prej prisi politik të Kosovës, duke luftuar për lirinë e tjerëve, ja pati cënuar lirinë vetvetes. Nuk mbahet mbend që dietari Rugova të ketë komentuar as me një shkrojnë kritikat e ardhura nga të tjerët, edhe ato dashakece. Fliste për dardha turshi, darkën e lamës, karrocën e lire, akulloret me tomël, mollit e ujit, qenin e sharit e shumë margaritar tjerë, me të cilët shpesh kritika ironizante, duke i thënë se po merret me gjëra utopike dhe të rendit të dytë. Në prezencën e tij kur nuk ka lejuar të flitet keq për të huajt dhe për qeveritë e tyre. Rugova, ai i qeti, i urti dhe i buti, reagonte pa pardon duke mos lejuar tema të tilla. Thonte se nuk na takon të flasim keq për Amerikën dhe Evropën. Amerikani për Amerikë ose Evropiani për Evropë mund të flasë dhe të kritikoj. Por neve nuk na takon në asnjë mënyrë. I kemi miq dhe kemi nevojë për ta. Në takimet me të huajt fliste për plantacionet e rrushit në Ravec, mineralet e shumta të Kosovës dhe kapacitetet burimore energjetike të Thëngjillit. Dhe shpesh thonë të Kosova mund të prodhojë energji elektrike për gjysmën e Evropës. Kur e përmendim bukën e Kalamajt, thonte le, mos ndjellni fukarallak. Brenda 24 orësh ka pi 20 kafe turke pa kajmak, që vetëm zonja Fon ja ka përgatitur si duhet. Pati bërë një dhomë galeri me minerale që ai quante gur, kove të fundit i pata sjell me thas gur opali në copat mëdha, vdesja duke qeshur, kur e merrte një çekan dhe i coptonte gurët e mëdhej duke i mbledhur pastaj grincat e vogla, të cilat prodhoheshin nga goditjet e tilla dhe i vendosnin në dhomën e posaçme të gurëve. Rugova ka dënuar fashizmin dhe nuk ka favorizuar sloganet antifashiste në dobi të partizanëve komunistë. Thonte gjermanët i kemi daj, duke vazhduar me moton Iliro Ariano. Rugova ka pas një pamje të veçantë, ka qenë vital dhe ka pasur trup proporcional, ka ecur shpejt me hapa të mëdhej, hapa të cilët unë nuk munda kur t'i arrija. Për ta kuptuar më vonë se Rugova ishte çdo herë një hap para të tjerëve. Mendoj se edhe sot, me shumë kohë në të ardhmen, hapi i Rugovës do të jetë larg hapave tonë të shpeshtë. Motaja jonë prore duhet të jetë në hap me Rugovën. Kryetari ka bartur flok të gjata dhe jo fort të paluara. Kur i thosha se duhet t'i kre, më thonte le Adnan, le se shqiptar duhet me pas kryetarin e Gaxharelt. Rugova ka kërkuar dhe ka punuar për liri, pavarësi dhe demokraci të Kosovës, me një ndërmjetësim ndërkombëtar sipas kalimtare. Protektorati i përkohshëm ka kërkuar NATO në administratën ndërkombëtare. Ai për herë të parë ndërtimin e rrugës Kombit e përmendi vitin 1993 dhe e quante rruga Prishtinë-Prizren-Lezhë. Krejt parashikimet e tij po i shijojmë ne sot, parashikime këto që për shumë kënd ishin të parritshme. Në kohën kur ai për herë të parë i thonte dhe me një ritëm të urtë dhe të kuptueshëm i përstëriste në publik. Çdo herë njerëzve u drejtohej në emër, i ka ditur dallimet ideologjike, partijake dhe politike që i kanë pasur njerëzit, e ka caktuar dhe pas bisedës që kishte me ta, ndryshonte çdo gjë. Pas takimeve të tilla njerëzit thonin se kanë pasur krejt bindje tjetër për Rugovën. Shumica Ibrahim Rugovën e quajnë udhëheq, kryetar, pris, lider, architekt i pavarësisë, atë themeltar e tjera. Mendoj se Rugova ka qenë edhe diçka tjetër. Ai ka të kaluar për masat e atributeve të tilla. Rugova ka qenë ideolog, filozof, dietar, udhëheqës shpirtëror, njeri profetik, shkurt shqip, ishte njeri i mbrim, se që thot populli. Rugova veçohet edhe me një fakt. Ishte i vetmi kryetar legjitim i zgjedhur me vota drejt për drejta në 10 vjet që para luftës, cili nuk kishte ushtri, polici, televizion, radio, shërbimet mirëfillta, liri, lëvizje e tjera, por ishte lideri më i popularizuar dhe më i qëndrueshëm që mban mend historia.
Shpesh thonte unë kam Zotin dhe popullin që më beson dhe më përkrah. Me kalimin e kohës ne do ta kuptojmë Rugovën, ose do të kuptojmë si nuk e kemi kuptuar më parë, siç thonte shkrimtari i madh me një rast Drit Roagolli.